përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, ku kemi hënën e re në ndikimin më të madh që ka ndodhur ndonjëherë, do thosha unë, ose më saktë hënë e re me ndikimet nga më të mëdha të gjithë vitit, sepse ndodh në një shenjë toke, ndodh në një shenjë që vërtet nga ndonjëherë na jep mundësinë dhe kohën dhe bollëkun dhe bereqetin në lidhje me shenjat e tokës gjithmonë kur kemi një hënë të re na ndihmon jashtëmase për sa përket do shikoni edhe vetë ka diçka shumë të madhe në ndikimet dhe favorizimet të mëdha që vijnë në këtë drejtim. Hënë e re në shenjën e Demit në datën 16 hap një kapitull të ri me optimizëm, premtues për të ardhmen. Çdo hënë e re shoqërohet me premtimin dhe një fillim të ri, por kjo hënë e re në shenjën e Demit ka energji shumë të veçantë sepse na fton të ndërtojmë diçka të qëndrueshme. Pra kemi mundësinë, kemi kohën, kemi vendimet, kemi ndryshimet dhe shumë të mëdha sepse janë gjëra të reale dhe mbi baza të forta. Është një moment ideal për të vendosur objektiva të reja, për të marrë vendime të rëndësishme dhe duke pasur parasysh, duke lënë zakonet e vjetra në anë mënjan dhe të nisim diçka të re në këto ndikime. Dhe këto kanë mbajtur një ndikim shumë të madh dhe më përpara keni pasur shumë probleme në këtë aspekt në vitet e fundit. Kjo energji që ka të bëjnë në lidhje me gjëra që kanë të bëjnë dhe mundësitë arta që ka të bëjnë në lidhje me çështje të mëdha, sepse kjo periudhë ka nevojë për ndryshim, për stil jetese, për organizëm, për financa, për të kërkuar më shumë qetësi dhe stabilitet apo për të ndërtuar marrëdhënie që ofrojnë siguri dhe sinqeritet. Demi lidhet me paran, pronat, burimet materiale, vetvlerësimet, kënaqësinë dhe ndjenjën e sigurisë. Për këtë arsye, kjo hënë e re do të prek fort shumë në çështjet ekonomike, marrëdhëniet tona me paran dhe mënyrën se si vlerësojnë veten dhe mënyrën se si kërkojmë stabilitet në jetën personale dhe profesionale. Shumë prej nesh do të fillojnë të kuptojnë më qartë çfarë na jep lumturi në të vërtetë dhe çfarë ekziston vetëm si një ndjenjë e rrem sigurie. Pra ka ndikime shumë të mëdha që do të kuptojmë arsyen në çështjet dhe në mundësitë të arta që kanë të bëjnë. Megjithatë, ka të bëjnë shumë dhe një ndikim mjaft të madh të rëndësishëm për të rikthyer kontaktet me natyrën, ndjenjën, kënaqësinë, thjeshtësinë, dhe sepse Demi është shenja e shqisave dhe e kënaqësisë. Prandaj kjo hënë e re na kujton se lumturia nuk lidhet vetëm me suksesin apo paran, por edhe me mënyrën se si jetojmë në përditshmërinë tonë. Është momenti për të krijuar një jetë të ndikuar pozitivisht, na jep siguri, por qetësi dhe kënaqësi emocionale. Nga ndikimet që më të rëndësishme të kësaj hëne të re është bashkimi me Mërkurin në Dem, i cili vendos theksin shumë të fortë tek komunikimi, mendimi, negociatet, kontaktet dhe planet për të ardhmen. Kjo periudhë favorizon diskutimet serioze, marrëveshjet, projektet profesionale, reklamimet, bizneset, kontaktet dhe çdo aktivitet që lidhet me komunikimin dhe shkëmbimet ideve. Shumë njerëz do të kenë më shumë takime, biseda dhe informacione për të proponuar gjatë kësaj periudhe. Në të njëjtën kohë, hënë e re formon një kënd shumë pozitiv me Jupiterin, planetin e fatit, të zgjerimit dhe të mundësive. Ky ndikim sjell optimizëm, dëshirë për progres dhe mundësi për zhvillime profesionale dhe ekonomike. Shumë njerëz do të ndjejnë se më në fund mund të ecin përpara dhe mund të ndërtojnë diçka më të mirë për të ardhmen. Favorizohen kontaktet sociale, udhëtimet, bashkëpunimet, blerjet, investimet, momente të bukura dhe shumë ndikuese. Megjithatë, duhet kujdes nga shpenzimet e tepërta, nga planet e tepër ideale që nuk kanë bazë reale. Keni kujdes në këtë drejtim. Kishte si hyrje për sa i përket kësaj hëne të re që do të kemi edhe shumë gjëra të tjera do të ndikohen në çdo lloj fushë, në çdo lloj drejtimi dhe pikëqëndrimi. Por para se të fillojmë parashikimin e 12 zotja Kale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrolog.al faqja roz shkon atje. Atë ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson dhe duke bler paketën tuaj dhe numri përkatës të blerjes, atëherë jeni gati për të dërguar ose për të folur në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi për sa i përket gjërave që juve keni dhe mundësitë të arta që do të thotë kohë, do të thotë vendime dhe periudhat më të rëndësishme që mund të ndodhin ndonjëherë. Pra, i keni të gjitha aty, pastaj flasim bashkë në Viber, në WhatsApp, po kudo që juve dëshironi. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve doni të dërgoni një mesazh.
në pyetje përgjigje ku jemi atje. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe shikoni dhe jemi gati pastaj për të folur, për të dërguar mesazhet dhe për të marrë përgjigje. Tani, pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Kjo hënë e re sjell fokus shumë të fortë tek financat dhe dësimin në mënyrë se si ndërtojmë sigurinë tonë personale. Të lindurit e 10 vjeçit të parë do të fillojnë të mendojnë shumë më seriozisht për stabilitetin ekonomik, për mënyrën se si mund të krijojnë të ardhurat dhe sigurinë tonë të ardhmen. Mund të lindin mundësi të reja, profesionale, ide për projekte apo bashkëpunime që premtojnë zhvillime graduale, por dhe të qëndrueshëm. Megjithatë, kjo periudhë kërkon maturi. Çdo vendim impulsiv ekonomik mund të krijojë lodhje apo pasiguri më vonë. Në jetën personale do të fillojnë të kuptoni më qartë se cilët njerëz ju japin ndjenjë sigurie dhe cilët ju konsumojnë emocionalisht. Të lindurit e 10 vjeçit të dytë do të përjetojnë ndryshime shumë të thella psikologjike, mund të ndjejnë dhe ndikime favorite në ndryshime të mëdha sepse do të shihni veten dhe vlerën tuaj. Disa prej jush do të kuptojnë se për një kohë të gjatë kanë kërkuar vlerësime nga njerëz që nuk kanë ditur t'ju japin ato që meritoni. Në dashuri mund të lindin pasiguri, por kjo nuk do të thotë se do ngelemi këtu. Kjo periudhë ju ndihmon të kuptoni se rëndësia është ajo që juve keni dhe e mbani fort në anën tuaj dhe ka të bëjnë edhe në lidhje me një ndikim shumë të mirë në çështjet e ndryshimeve dhe të gjërave të mëdha që kanë të bëjnë në anën e pozicionimit të planeteve. Megjithatë, kjo periudhë duket se lind si nevojë për sa përket ndikimeve të mëdha të ekonomisë, të stabilizimit dhe të ndryshimeve. Ndërsa të lindurit të 10 vjeçit të tretë duket se ndjejnë një ndikim mjaft pozitiv se po mbyllin një kapitull shumë të rëndësishëm në jetën e tyre. Mund të largoheni gradualisht nga njerëz që nuk ju përkasin më dhe keni pasur probleme, situata që nuk përfaqësojnë më. Shumë nga shenjat e dashit do të kuptojnë se nuk mund të vazhdojnë me këtë ritëm apo me pasiguri në anën e tyre. Financat gradualisht mund të stabilizohen në mënyrë më të mirë të mundshme dhe kohën e dur për nisma të reja. Gjithashtu në fushën e dashurisë duket se shenjat e dashit kanë ato që kanë lidhje me gafore, kanë me shiqetar, kanë dhe me peshore, është koha e tyre, është momenti i artë dhe ndryshimi më i madh i që ndonjëherë. Vijojmë tek një shenjë tjetër. Tani do shkojmë tek shenja e ditës, tek shenja e pozicionimit të planeteve dhe mundësive të arta, që këta është shenja e demit. Kjo është një nga hënat më të reja dhe më të rëndësishme të gjithë vitit, duke pasur parasysh për lidhjet dhe ndryshimet që kanë, por nga ana e mënyrës dhe kohës do të kemi mundësinë në lidhje me disa ndryshime, është periudha e rilindjes, e ndryshimit, e mundësisë dhe jo vetëm kaq. Por kjo energji ju shtynë të lini pas versionet të vjetra dhe mënyrat që nuk mund të ecni përpara. Kjo është një fillim i kontrollit mbi jetën, vendosmërinë, prioritetet, mundësitë, sepse juve ndërtoni realitetin në moment, por dhe qetësinë shpirtërore që ju e keni dhe e keni të trashëguar në lidhje me genin tuaj dhe me ato çka juve jeni. Të lindur të 10 vjeçit të parë do të ndjeni shumë fort nevojë për ndryshim. Disa do të ndryshojnë mënyrën se si kujdesen për veten e tyre, për punën e tyre dhe disa të tjerë që do të kenë në lidhje shumë të rëndësishme për jetën personale apo profesionale. Kjo është një periudhë ku dëshironi të ndjeni të lirë, më autentik dhe më afër asaj së vërtetës. Shumë të juve të shenjës së demit të 10 vjeçit të parë ka një ndikim shumë të mirë dhe pse siguria në këndet profesionale mund të lini mundësi të reja, por shumë lajme të mirë që do të merrni në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës suaj. Kurse të lindërit e 10 vjeçit të dytë kanë disa ndikime shumë të mëdha në lidhje me pozicionimin e planeteve, në lidhje me atë çka jeni dhe mund të keni mundësinë sepse zemra kërkon diçka më tepër, por logjika është ajo që ju mban mjaft karikuar në gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Në aspektin ekonomik, kjo periudhë ju ndihmon të organizoni më mirë financat dhe të kuptoni ku duhet të investoni energjinë dhe kohën tuaj. Ndërsa të lindur të 10 vjeçit të tretë do të ndjejnë një ndryshim shumë të madh në intuitën shpirtërore, por mund të mos flisni shumë për atë që ndjeni, por brenda jush mund të ndryshoni mënyrën si të shihni jetën tuaj.
me ndikime të mëdha që do të ndikojnë në punën tuaj, në karrierën tuaj, në rolet drejtuese, shumë prej jush do të kenë mundësinë, sepse disa nga dhjetësit të tretë që ka të bëjë shumë me një hënë të re që u ndihmon të riktheheni tek vetvetja, të dëgjoni nevojat tuaja reale, të ndërtoni një jetë më të qetë, më të balancuar dhe më të sigurt për të ardhmen. Në muajt në vijim, sepse ka të bëjnë shumë me ndryshime graduale dhe ndryshime që do të ketë potencial që zgjasin më shumë në kohë, duke pasur parasysh edhe ato çka ju e keni, sepse në lidhje me anën me dëshirën e dashurisë, për shkakun që ju keni pasur një lidhje e keni jeni shkëputur për një arsye për tjetrën, por vjen një moment tani dhe momenti është ai që ju përket, ju stabilizon ekonominë, punën, karrierën, ndryshimet, vendimet, momentet e arta, periudhën e ndryshimit të madh, sepse tani tutje i keni të gjitha gjërat në vijë dhe keni mundësinë e një ndikimi të konkluzionit tuaj që do të nxjerrni në anën tuaj, është momenti dhe koha e përshtatshme, sepse përshtatet me ekonominë, përshtatet me punën dhe vazhdimsinë. Gjithçka shkon bar, gjithçka arrihet falë suksesit dhe mundësive, por brenda këtij harko kohor, sepse kemi të bëjmë nga kjo hanë re, janë plot 14 ditë që do të ndikojnë, do të shikoni shumë gjëra të ndryshojnë në mënyrë drastike, në mënyrë sa më të shpejtë të mundur, për sa përket problemeve në dashuri që keni pasur, dem virgjëresh, dem ujor, dem akrep, është koha për të bërë ndryshimin e madh. E juve e keni këtë gjë. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme dhe për nga ana ekonomike dhe për nga ana e stabilitetit që janë të shenjës së binjakëve. Binjakët të dashur, nëse nisni ose një diçka shumë të rëndësishme, se kjo herë sjell periudhë shumë ndikuese emocionale dhe në anën e punës suaj. Megjithatë, duke pasur parasysh shumë binjak, do të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe punë. Duke ndryshuar udhëtimin që do të keni në lidhje me punën tuaj, do të bëni pa kujdes sepse ndryshe e mendoni dhe ndryshe vendosni. Të lindur të 10 ditë të parë mund të ndihen pak ndryshe nga që e kanë menduar, sepse mund vini re tek toleranca juaj ndaj stresit, ndaj njerëzve negativ, dhe kjo është një anë e mirë sepse jo gjithmonë njerëzit kuptojnë, arrin forcën dhe kohën e tyre, por mund të shikojnë dhe disa gjëra të tjera, se duket se tani etutja është një periudhë mjaft e mirë, është shumë pozitive, intuita do të jetë jashtëzakonisht e fortë, sepse binjakët kuptojnë të vërtetën deri tani nuk kanë pasur qasje në të vërtetën e tyre, por keq kuptimet, keq interpretimet. Vjen një moment tani mjaft pozitiv, një moment që është shumë i ndikuar dhe tepër pozitiv në lidhje me takimet, bisedimet dhe çështjet e rëndësishme. Ndërsa të lindut e vitit të tretë ka një ndikim shumë të mirë tani etutje, ku gjërat janë shumë pozitive dhe tepër ideale në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me vendimet që merren ose në çështjet e komunikimit dhe të marrjeve të vendimeve në anën e punës, të karrierës dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë do të nisin gjatë muajve në vazhdim, intuita, ëndra, ndjesia, koha, vendimet, sa më shumë të dëgjoni veten, aq më qartë të kuptoni në rrugën e duhur që do të ndiqni. Për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, sepse dashuria është lidhet shumë me këtë hanë të re, keni pasur një problem. Që ta kuptoni, hëna e re është hëna e nismave të reja, hëna e pozicionimit të planeteve që jep mundësinë dhe kohën e dur, kurse kemi në një shenjë mjaft të dobishme, në një shenjë që vërtet jep mundësinë, kohën e dur mbi zgjidhjen e gjërave të mëdha që kemi tani etutje. Por megjithatë, kemi edhe kohën, sepse kjo është momenti më i mirë i mundshëm tani etutje, kur gjërat do të shikoni dhe vetë se si do të ndikojnë tek binjakët. Lidhjet afatgjat janë me shiketar dhe me peshk të 10 ditë parë ose dokumentacione që keni në vende të ndryshme. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket shenjës së gaforës, megjithëse gaforja duket se tani guvernatori juaj hëna në shenjën e demit jep mundësi, jep verdiktin përfundimtar për të ardhmen tuaj, por gjithashtu është një nga momentet më të arta, sepse do shikoni dhe vetë, kjo hanë e re sjell ndryshime shumë të rëndësishme në mënyrë se si shihni të ardhmen, njerëzit që ju rrethojnë dhe planet që dëshironi të ndërtoni gjatë muajve në vazhdim. Kjo është një periudhë ku shumë prej jush do të fillojë të kuptojë se rrethi juaj, miqësitë, bashkëpunimet kanë ndikime shumë më të madhe në jetën tuaj nga sa mendoni.
Universi ju shtyn të afroheni me njerëz që ju japin mbështetje, qetësi, frymëzim dhe largoni gradualisht nga energjia që ju konsumojnë emocionalisht të tretët, por jo vetëm kaq, por edhe në lidhje për të përfituar të tretët nga ana juaj në të kaluarën. Të lindët e vjedicit të parë do të ndjejnë nevojën për të ndërtuar planet të qëndrueshme për të ardhmen. Shumë gafore do të fillojnë të mendojnë më seriozisht për përpjekje të reja, bashkëpunime apo ide që mund të sjellin stabilitet ekonomik dhe emocional. Kjo është një periudhë shumë e favorshme për të njohur me njerëz të rinj, që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë gjatë muajve dhe viteve në vazhdim. Në aspektin profesional mund të vini kontakte të dobishme, ndërsa në jetën personale do të fillojnë të kuptoni më qartë kush ju mbështet realisht dhe kush qëndron pranë jush vetëm kur ka interes. Të lindur të vjedicit të dytë do të kaloni në një periudhë ku shumë marrëdhënie shoqërore emocionale do të testohen. Një punë e re që juve do filloni miqtemi të shtresës së gafores, duke se do ndryshoj formë dhe kjo është një indikim mjaft i madh. Në fillim kjo mund të krijojë një trishtim apo zhgënjim, sepse ju jeni njerëz që lidheni shumë emocionalisht me të tjerët, me punën dhe punën që juve jeni sipërmarrës apo një punë të re, jeni në rol drejtuese, juve e quheni si familjen tuaj dhe më shumë merreni me punën e të tjerëve se sa punën tuaj. Keni kujdes në këtë periudhë sepse është një periudhë që kërkon vëmendje. Në dashuri do të kërkoni më shumë siguri, sinqeritet në ndjej përkatëse. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë vendosmëri. Në aspektin ekonomik, disa gafore që mund të fillojnë të organizojnë më seriozisht të ardhmen e tyre, të organizojnë ashtu siç duan ata. Ndërsa të lindur të vjedicit të tretë do të përjetojnë ndryshime shumë të rëndësishme në mënyrën se si i shohin të tjerët apo kuptimin e juaj. Disa ëndra që kishin dikur që nuk ju përfaqësojnë më ose dëshirojnë diçka shumë të qetë dhe më reale për të ardhmen, është pikërisht tani. Disa prej jush mund të marrin lajme apo propozime që lidhen me punën aktuale, lidhen me ndryshimin e madh, lidhen me vendime që merren, sepse kjo hënë e re ju ndihmon të ndërtoni një të ardhme më stabilizuese, më të sigurt dhe shumë afër realitetit. Dashuria në përgjithësi për juve të shenjës së gaforeve ka të bëjë shumë me peshk të vjedicit të parë, me akrep të vjedicit të dytë, me peshore të vjedicit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë, ose problemet që keni pasur miqtemi të shenjës së gafores, keni pasur me dash të vjedicit të parë, duke se tani erdhi koha dhe momenti për të zgjidhur problemet dhe kohën e duhur për nisma të reja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet është në ndikimin më të madh dhe në sforcon më të madhe të punës së tyre dhe të marrin një vendim të rëndësishëm që duhet ta marrë pikërisht në këto 14 ditë që do vinë, që këta janë të shenjës së luanëve. Kjo hënë e re sjell një nga periudhat më të rëndësishme të vitit në lidhje me karrierën, imazhin tuaj publik, ambicet dhe drejtimin e jetës. Është koha më pozitive, është koha më e rëndësishme për sa përket gjërave që do doni të bëni. Por nuk ka vend për të shqetësuar sepse mendimet që keni, zgjedhjet profesionale, kjo energji ju shtyn të mendoni shumë më seriozisht për të ardhmen, për stabilitetin ekonomik, për mënyrën se si dëshironi të ndërtoni jetën tuaj në vitet që vijnë. Është një periudhë ku universi ju kërkon të merrni më shumë përgjegjësi për ëndrat dhe objektivat tuaja, por të kuptoni se suksesi pa qetësi shpirtërore nuk ju kënaq më si dikur. Të lindurit të vjedicit të parë do të ndjejnë shumë fort nevojën për ndryshim profesional. Disa luan mund të marrin një propozim të ri, të fillojnë një projekt të rëndësishëm apo të vendosin të ndryshojnë drejtimin në karrierë. Kjo periudhë favorizon ndërtimin e diçkaje më të qëndrueshme dhe më afatgjatë, por gjithçka do të kërkojnë durim dhe këmbgulje. Në aspektin personal, mund të filloni të kuptoni se nuk mund të sakrifikoni vazhdimisht jeta emocionale dhe suksesi profesional janë pikat kryesore të juaj. Disa prej jush do të kërkojnë më shumë balancë mes punës dhe jetës private. Të lindurit të vjedicit të dytë do të përjetojnë një periudhë shumë intensive emocionalisht dhe psikologjikisht. Mund të ndjeni presionin për të provuar vlerat tuaja, për të treguar aftësitë apo për të marrë vendime të rëndësishme që lidhen me të ardhmen. Në disa raste mund të lini ndjesia se njerëzit presin shumë nga ju, ose se mbani për mbisupe ose shumë përgjegjësi me se mund të përballoni. Kjo periudhë ju ndihmon të kuptoni se nuk keni nevojë të jeni gjithmonë të fortë për të gjithë.
Në dashuri do të kërkoni njerëz që ju japin qetësi dhe siguri, dhe jo vetëm admirim apo pasion momental. Ndërsa të lindurit të dhjetëdijit të tretë do të ndjejnë se po ndryshojnë mënyrën se si shohin suksesin dhe të ardhmen. Disa ambicie që duhet të kishit jo vetëm se rëndësia që emocioni, por mund të filloni të kërkoni një jetë më të qetë dhe më pozitive, nevojat reale. Disa të dhjetëdijit të ndikimit të madh të tretë, sepse kanë bëjnë në fund të dhjetëdijit të tretë, kanë bëjnë shumë me profesionin, emocionin, udhëtimet, vendimet dhe kalimin e kohës, me dhe kënaqësia e vërtetë me kjo hënë të re, ndihmon të kuptoni suksesin më të madh që nuk është vetëm ajo që duket nga jashtë, por që ju lejon të ndjeni të qetë krenar për jetën që po jetoni. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim sepse luanët nga njëra anë presin mënyrën dhe mundësinë e punës së tyre, sepse kanë atë ndikimin dhe kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Dhjetëdijçi i parë i shenjës së luanit që ka lidhje me ujor, përgatituni se ka gjëra shumë të mëdha. Një pasardhës që mund të vijë me dhjetëdijçin e dytë të shenjës së luanit që është me akrep, po është mundësia sepse planetet janë ata që na japin verdiktin, na japin firmën dhe vulën dhe gjithçka arrihet aty ku dëshironi. Dhjetëdijçi i tretë ka një ndikim shumë të mirë të shenjës së luanëve, që do thotë me dëm të dhjetëdijçit të parë dhe me ujor të dhjetëdijçit të dytë, ku ka ndikime dhe favorizime të mëdha në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft surprizuese, një shenjë që vërtet nga njëra anë na jep mundësinë dhe kohën, anën tjetër na favorizon ekonominë dhe stabilizimin e saj, që këtë është shenja e Virgjëreshës. Kjo hënë e re hap një periudhë shumë të rëndësishme, duke pasur parasysh zgjerimin dhe periudhën ku ndodhin fenomenet. Është një nga mundësitë më të mira të anës ekonomike, financave, dhe kjo do të thotë momenti më i mirë i mundshëm. Shenjat e tokës, siç është hëna e re në shenjën ndikojnë edhe Virgjëreshat, por edhe Bricapët, por jemi tek Virgjëreshat. Ka një ndikim shumë të madh për sa përket stabilizimit, për sa përket gjërave konkretizimit ekonomik financiar, vendimeve që merren dhe kohës së duhur që do të keni. Tani, dhjetëdijçi i parë do të ndjej shumë ndikimin dhe ndryshimin e madh që vjen. Do të dilni nga rutina, sepse ju ka lodhur emocionalisht të mujtë e fundit. Disa nga Virgjëreshat që mund të marrin lajme që lidhen me dokumenta, udhëtime, studime apo plane që kanë të bëjnë jashtë vendit. Këta janë të dhjetëdijçit të parë, sidomos të lindurit në fillim të dhjetëdijçit të parë. Do të thotë 25, 26, 27 të shenjës tyre. Është një periudhë shumë pozitive për të mësuar gjëra të reja, për zgjeruar kontakte dhe për të ndërtuar plane të mëdha në të ardhmen. Një kënd profesional që mund të linin mundësi që në fillim që duken të vogla, por që me kalimin e kohës mund të sjellin zhvillime dhe stabilitet. Në jetën personale, do të filloni të kuptoni se keni nevojë për njerëz që ju frymëzojnë dhe ju japin ndjenjë si mund të rriteni pranë tyre. Të lindurit të dhjetëdijçit të dytë do të përjetoni një ndryshim shumë të madh, dëshirë për të parë dhe për të arritur atje ku dëshironi juve, sepse gjithmonë po të kuptojmë, dhjetëdijçi i dytë merr mundësinë, merr guximin, sepse kanë bënë shumë me punën e tyre, kanë bënë shumë me gjëra të mëdha. Edhe pse kanë qenë bllokuar disa herë për arsyet e tyre, për arsyet të punës, për arsyet të disa ndryshimeve të vogla, por kjo nuk do të thotë problem, kjo do të thotë vazhdimsi, korrektësi, mundësi në kohën tuaj. Por meqense do keni ndryshime, është një kohë shumë pozitive dhe afatgjatë. Të lindurit të dhjetëdijçit të tretë do të ndjejnë një ndikim shumë të madh emocional, sepse shumë prej jush fillon të kuptoni punën, karrierën, ndryshimin, dashurinë e punës, dashurinë perfekte të familjes dhe jo vetëm. Mund të lindin disa dëshira ose disa takime që do bëhen, mund të lindin papritur, sepse do largohen nga një vend pune të shenjës së Virgjëreshës, do të nisin në diçka të re dhe kjo është një mundësi shumë e mirë e tepër pozitive për të parë në gjërat nga afër dhe për të arritur qëllimin. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore të 30 ka një ndikim shumë të mirë që do thotë Virgjëresh peshk, Virgjëresh binjak, Virgjëresh shigjetar. Virgjëresh shigjetar do mos është një periudhë mjaft ndikuese, intuitive dhe mundësi e artë që juve keni në anën tuaj të gjërave të mëdha që vijnë, por dhe jo vetëm. Është koha, është momenti i artë, e themun, në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese, që do thotë shenja e peshores.
Periudha e shenjës peshores, kjo hënë e re sjell një periudhë shumë ndikuese, shumë ndryshime të mëdha që do të keni, por në anën tjetër ka të bëjë shumë me logjikën. Kjo nuk është një energji e lehtë apo sipërfaqësore. Përkundrazi, ajo prek ndjenjat më të fshehta apo pasiguritë. Nevojë për siguri dhe mënyrën se si lidheni emocionalisht, periudhën e shenjës peshores, shumë peshorëve për jush, duket se keni mundësi në lidhje me marrëdhënie me punën, lidhje me marrëdhënie të reja, dhe është momenti ku universi ju shtyn të lini pas gjithçka që ju konsumon emocionalisht dhe të ndërtoni lidhjet më të forta, më të sinqerta në lidhje me këto gjëra. Të lindurit të 10 ditë të parë do të ndjeni shumë fort nevojën për siguri, emocion, stabilitet, marrëdhënie dhe duke pasur parasysh disa nga ndryshimet më të mëdha që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet që kanë aktualisht mënyrën e punës së karrierës, por kanë lidhje me financat, sepse kjo periudhë ndihmon shumë në jetën në përditshmëri, në ndryshimet e mëdha që kanë bënë dhe është momenti për investime. Të 30 ditë të shenjës së peshores mund të investojnë dhe të kenë mundësinë e artë, se kjo periudhë ndihmon të riktheni kontrollin mbi shumë gjëra dhe tepër pozitive. Kjo hënë ju shtyn të rilindni emocionalisht, të ndërtoni një jetë më të fortë, më të qetë dhe shumë herë më të mirë. Pozitiviteti, pra, është ajo çka jeni, ajo çka doni, por në dashuri, në fushën e dashurisë keni dy gjëra kryesore, të mbani mend juve të shenjës së peshores. Lidhjet për shembull me dash. Me dash keni mundësi shumë të artë sepse e zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme, keni me gaforen që është aja dhe zhëja, por mos harroni se me britsjap është vetjeta dhe marrja e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur është dhe periudha kur juve nisni gjëra të mëdha dhe I keni në dorë për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft surprizuese, një shenjë mjaft kuptim plot mbi atë që bëhet, mbi atë që jepet, që ka të bëjnë edhe me të ardhmen, por edhe me të tashmen, që janë akrepët. Akrep të dashur, keni disa mundësi të arta në lidhje me këtë hënë të re. Duke pasur parasysh është një nga më të rëndësishme të vitit, sepse ndodh përballë shenjës së demit. Kjo jep mundësi, kjo jep ato që juve nuk e kishit më përpara. Dhe vendimet e rëndësishme që merren do të thotë me ndryshime, do të thotë me mundësi, dhe shumë akrep do të kuptojnë se nuk mund të vazhdojnë me marrëdhëniet që lodhin apo keni një ndikim të pakontrolluar me të tretët dhe kjo do pritet një herë e mirë. Keni kohën, keni momentin e duhur. Por duke pasur parasysh, juve të kësaj shenje do të kuptoni se ndikimet më të mëdha që ku universi ju kërkon të krijoni lidhjet më të ndershme, më të balancuara dhe më të qëndrueshme. Të lindurit të 10 ditë të parë, duke se do të ndjeni shumë fort nevojën për qartësi, marrëdhënie, disa për jush mund keni dhe mundësi të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në lidhje që kanë baza të forta, periudha që mund të ofrojë jo vetëm që do të keni lidhje ose jeni në pritje për një pasardhës, është momenti dhe koha e dur dhe do ikni një herë mirë nga problemet e vjetra, pikërisht kjo hënë e re na jep mundësinë sepse në aspektin profesional favorizohen bashkëpunimet, kontaktet që mund të sjellin stabilitet në të ardhmen. Të gjitha gjërat të 30 ditësht kanë një mundësi të artë, të qëndrueshëm dhe akrepët fillojnë të ndërtojnë marrëdhënie shumë të forta, të sinqerta, të qëndrueshme, ndërsa gjithçka që nuk bazohet në kohë reale largohen gradualisht nga jeta juaj. Dhe kjo është diçka shumë e mirë sepse duke pasur atë kuptimin tuaj të jetës dhe të marrëdhënieve me persona të ndryshëm, do të jepit më shumë mundësira ku do jeni shumë të lumtur në të ardhmen të afërt sepse I zgjidhni çdo gjë. Sepse dashuria, mos harrojmë në lidhje me dashurinë, nëse keni pasur disa problematika të ndryshme me peshqit, me bashkim familjar ose me demin ose me luanin ose me bricapin të ditës të dytë, vjen një moment tani që juve e zgjidhni këtë, e zgjidhni një herë mirë dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft komprometuese, rrezatuese, por dhe me ndikim shumë të madh ekonomiko-financiar dhe dashuri, që këta janë shigjetarët. Hënë e re në periudhën e shenjës së shigjetarit sjell fokus shumë të fortë tek rutinë e përditshme. Puna, emocioni, mënyra, organizimi, jeta juaj. Kjo është një periudhë ku ndikimet më të mëdha që do të keni dhe momentet që juve jeni në ritmin më të mirë sepse deri tani mund të vazhdojnë
me ndryshime të mëdha. Universi ju kërkon të kujdeseni më shumë për sa i përket energjisë, punës, karrierës. Shumë të rriti të dy do të jetë pak më i vëmendshëm në lidhje me takime, në lidhje me vendime, sepse ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë. Mënyrën e menaxhimit do të keni pak kujdes, sepse kjo periudhë është shumë e mirë për të përmirësuar çdo gjë që doni, çdo gjë që juve keni, çdo gjë duke hequr disa anë negative që keni juve të shenjës së shqiptarët ku keni atë problemin e nxitimit ose gjërave që nuk është në të mirën tuaj, por do të pasur kujdes, sepse filloni të kuptoni shumë gjëra në këtë aspekt. Për sa i përket gjërave që do të diktojnë, mund të lindin edhe disa dëshira lidhje me punën tuaj, sepse stili juaj, organizimi, një punë e re, edhe ndërtoni gradualisht gjërat edhe rutinën tuaj në përgjithësi. Kjo është një nga momentet më të arta, është një moment shumë pozitiv dhe shumë ideal për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi, se gjërat janë mjaft ndikuese dhe rrezatuese në këtë drejtim. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj keni të gjitha mundësitë që juve t'ia arrisni dhe të bëni atë që juve e quani punë, e quani karrierë. Në dashuri duket se keni disa mundësi shumë të mira, sidomos lidhjet afatgjatë, që do thotë me dashje dhe diçitar, me virgjëresht dhe diçitet që është perfektja, por megafore është vetë jeta. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku favorizimet janë pafund dhe ndikimet janë më ideale të qenë ndonjëherë, që këta janë britsjapët. Për sa i përket ndikimit britsjapët kanë një ndryshim shumë të madh mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e bëshme. Universi ju kujton se jeta nuk është vetëm punë, përgjegjësi dhe mbijetesë, por edhe kënaqësi, ndjenjë, krijimtari dhe lidhje emocionale që bëjnë të ndjeni vërtet të gjallë, të plotësuar. Britsjapët në përgjithësi kanë të bëjnë shumë me punën aktuale që kanë tani. Disa njohje të reja që do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj të punës suaj, se lidhet shumë me punën, është koha më e mirë e mundshme tani. Sepse nëse jeni në një marrëdhënie pune dhe doni ta lini atë punë, sepse për sa i përket kohës është ndikimi më i madh, por ju e keni disa projekte. Këto janë projekte të bëshme. Britsjapët të dashur, po të kuptoni se sa fat dhe shans keni ju në anën e punës më tepër, të karrierës, është diçka shumë pozitive. Është diçka që vërtet koha, momenti është mjaft pozitiv dhe do ta shikoni dhe vetë se si gjërat do të ndryshojnë më të 30 diqet dhe sidomos për studime, sidomos për punë, sidomos për karrierë, sidomos për disa gjëra që janë shumë pozitive në anën tjetër, për sa i përket gjërave të mëdha që ju keni, por dhe momentet e duhura. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e ditës së parë, me dashjet e ditës dhe me gafore është perfektja, edhe pse pak vështërsi, por do t'ja dini sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet mbetet shenja më me ndikim në zodiak, më e mira në të ardhmen dhe shumë pozitive në kohën e duhur, që këta janë ujorët. Ujorët dashur, duket se kjo hënë e re sjell në fokus shumë të fortë tek shtëpia, familja, stabiliteti emocional dhe gjithçka që lidhet me rrënjët dhe jetën tuaj personale. Kjo është një periudhë mjaft e mirë ku shumë prej jush do të ndjej nevojën për shumë qetësi, siguri, ekuilibër, emocion. Por në anën tjetër, pas një kohe shumë me tensione, mendime, lodhje psikologjike, universi do tani që juve të shikoni përpara. Keni pasur shumë probleme në vitet e kaluara, keni pasur shumë probleme në anën e punës suaj, të karrierës suaj, por në anën tjetër keni shumë ndryshime të mëdha që vijnë tani tutje. Disa çështje kanë ngelur pezull, siç janë disa dokumenta, aplikime, tani vjen momenti për të zgjidhur këto gjëra. Për të 30 ditë të kësaj shenje duket se kanë mundësinë, kanë kohën, kanë ndryshimin e madh. Kjo hënë e re ju ndihmon të ndërtoni gradualisht një bazë të fortë emocionale për kohën dhe për momentin. Por do keni kujdes sepse nga një ndryshim pune që do të keni tani tutje, kur ka të bëjnë edhe me anën dhe favorizimet që kanë bëjnë tani tutje, është një periudhë mjaft e mirë, edhe pse për kohën që ndikohen, por dhe momenti më i mirë i artë do ta thosha unë në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimeve, por dhe momentet që kanë të bëjnë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e ditës së parë, me dëmtë e ditës së tretë është perfekte, por megafore është vetë jeta.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet na jep mundësi, na jep vullnet, na jep ndikimet më të mira të qenë ndonjëherë që rrezatoni dhe arrini të ku dëshironi. Që këta janë peshqit. Përsa përket shenjës së peshqve, duket se kjo hënë e re sjell një periudhë shumë të rëndësishme për komunikimin, mënyrën se si shprehin gjërat, kontaktet, mendimet, marrëdhëniet me njerëzit. Kjo rrethojnë, kjo është një energji që shtyn shumë gjëra të ndikohen dhe të arrini majat, sepse është fuqia, është mbizotërimi, është ndryshimi, është koha e duhur, është momenti i duhur për gjërat që do të bëni, por gjithashtu të 30 diqët kanë një periudhë mjaft të mirë dhe shumë pozitive në lidhje me ndikimet, lidhje me komunikimin, lidhje me zgjidhjen që keni, po dhe harmoninë. Duket se disa gjëra që do të ndikojnë tek juve, ku është kjo mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë pozitive në atë çka doni të bëni dhe momentin e duhur mund të zgjidhni gjërat siç dëshironi juve, sepse keni kohën tuaj, keni momentin në anën tuaj, një punë e re, përgatituni, një udhëtim dokumentacioni, jeni gati, aplikoni dhe do shikoni shumë gjëra do të lidhen në jetën tuaj, në personalitetin tuaj dhe në momentin e ardhur që mund të keni, sepse janë të gjitha gjërat të lidhura dhe momenti është që do që juve t'jeni mjaft korrekt me veten tuaj, t'jeni korrekt me punën tuaj, me shumë gjëra të tjera që do të shikoni të arrini majat dhe jo vetëm. Është një nga periudhat, një nga kohrat më ideale dhe më surprizuese për anën ekonomike financiare, për punën dhe ndryshimin, për gjërat që do të bëni dhe tani është momenti, koha e duhur për nisma të reja në çdo aspekt të jetës suaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj i keni të gjitha mundësitë për t'ja arritur qëllimit. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Në çështjet e dashurisë duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të arta, është një periudhë më e mira dhe më e ndryshueshmja, sepse lidhjet afatgjat në dashuri ka të bëjnë me shigjetarët e 10 diqit të parë, me gaforët e 10 diqit të tretë dhe me dëm të 10 diqit të parë. Pra, keni ndikime mjaft të mira, prandaj bini pas, mos pa lini pas dore, sepse kjo hënë e re shuhet shumë për lidhjet, ndryshimet, vendimet në themel dhe ka jetëgjatësi në kohë dhe në muajt që do vinë deri në fund të vitit, prandaj bini pas. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj teme kaq të rëndësishme të hënës së re në dëm të datës 16 maj të 2026. Para se të ndajmë bashkë, nuk të edhe njëherë për ju që interesoni për pashkim detajuar, kemi pikërisht të faqen këtu. Faqja roz, duke klikuar, e shikoni pastaj dhe jeni gati për të dërguar emailin dhe flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve, në pyetje përgjigje kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përshëndetje përgjigje. Nga unë Europulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Por keni kujdes, mos e lini pas dore gjërat që do të bëni, shënoni, sepse është koha, momenti ideal i gjithë vitit që po vjen dhe do vijë. Gjithë mirat.